shkarkohet sekretari i Marinës, tjetër furtunë në Ministrinë e Luftës. Një zhvillim i papritur në Pentagon ka lënë Marina e Shtetit Bashkuar pa drejtuesin e saj civil, pasi sekretari i Marinës, John Phelan, është larguar me njëherë nga detyra. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi i Pentagonit Sean Connell, i cili falenderoi Phelan për shërbimin, ndërsa bëri ditur se detyrën do ta marrë përkohësisht zëvendësi i tij Hang Chau. Sipas burimeve brenda Pentagonit, Phelan është shkarkuar nga sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, po pa një shpjegim zyrtar publik. Pikërisht mungesa e transparencës ka ngritur pikpyetje, ndërsa mediat amerikane e lidhin largimin me pakënaqësi brenda administratës për mënyrën e drejtimit dhe përplasjet e mundshme mbi prioritetet në Pentagon. Deri tani nuk ka motiv të konfirmuar zyrtarisht për këtë. Phelan kishte marrë detyrën si sekretari i 79 i Marinës në mars të vitit 2025, duke mbikëqyrë 1 milion ushtar dhe staf civil si dhe një buxhet për $206 miliard. Gjatë mandatit të tij ai ishte fokusuar në forcimin e ndërtimit të anijeve, rritjen e gatishmërisë, përmirësimin e kushteve për personelin. Largimi i tij vjen në një moment delikat për administratën Trump.